Nëse flasim për afatin ligjor të hetimeve dhe marrjen e pyetjeve të pandehurit gjatë procedurës hetimore, duhet theksuar se kemi të bëjmë me aspekte elementare të procedurës hetimore. Fatkeqësisht, mos ndërmarrja e veprimeve të nevojshme procedurale ligjore sjell deri tek pamundësia e gjykatës për të vënë drejtësi meritore në një rast të caktuar. Kodi paraprak i procedurës penale e kishte përcaktuar decidivisht se nëse hetimet nuk përfundohen brenda afatit prej 2 viteve, hetimi menjëherë pushohet. Përjashtim, nga kjo bënte situata kur gjyqtari i procedurës paraprake autorizon shtyrjen edhe për 6 muaj. Në rastin konkret, nëse nuk është marrë autorizimin nga gjykata për vazhdimin e afatit edhe për 6 muaj, i bie se prokuria ka ngritur aktakuzë jashtë afateve dhe normalisht një aktakuzë e tillë nuk mund të gjykohet. Edhe sa i përket marrjes në pyetje, në rastin konkret, kodi i procedurës penale që ishte në fuqi theksonte detyrimin imperativ të prokurisë që të marrë në pyetje të pandehurin para ngritjes së aktakuzës. Nëse prokurori i shtetit e ka pasur të pamundur ta bëjë këtë, për shkak se të pandehurit kanë qenë të paqasshëm, ka pasur mundësi që ta pezullojë hetimin dhe afati i hetimeve nuk do të rrjedhte dhe jo të ngriste aktakuzë. Kjo mënyrë e veprimit nga prokurori i shtetit fatkeqësisht ka sjellë deri te pamundësia e vendosjes së drejtësisë në këtë rast. Ish-kryetari i Gjykatës Supreme dhe profesori universitar Fejzullah Hasani thotë se gjykata fillimisht aktakuzën duhet ta kontrollojë pa e futur në sirtar. Çësia e tillë e gjyqtarëve për bindjen është e gabuar për faktin se gjyqtari, kryetari i trupit gjykues, detyrim ligjor ka akoma pa e fut në sirtar të dosjes, çështjes, ta shikoj rregullueshmërinë e aktakuzës. Dhe mos ta lej në sirtar dhe mas 4-5 vjetë të thotë se aktakuza është kjo dhe kjo. I ka këtë të meta dhe këtë të meta. Domethënë, të mos lihet atje në pasiv kur t'i vjen radha, po të parën punë që e bën para se me fut në radhën e çështjeve të pakryme, duhet ta kontrolloj anën formale, zyrtarisht duhet ta kontrolloj sa është akuza në përputhje, mos i ka këto të meta, duhet kthehet. Familjarët e të ndjerit janë udhëzuar në kontest civil për dëmshpërblim, por ata thonë se dëmshpërblimi më i madh do të ishte dënimi i kryerësve të veprës penale. Për mua, sikur fëmijë tina, besoj që dëmshpërblimi më i madh në jetë i shkojnë që ata persona me vujt këtë dënim që e kanë bërë, këtë vujtje për faktin që unë jam rrit pa to, jam rrit pa figurën tina e kum vujt ndër vite që ai nuk është.